Përshëndetje të gjithëve. Sot kam zgjedhur të sjell një recetë nga fëmijëria jonë. Kur isha e vogël dhe shikoja nënën time tek bënte rosnicat, më dukeshin gjëja më e vështirë në botë. Por sot do t'ju tregoj që me pak dashuri dhe sekretet e duhura, çdo shtëpi mund të mbushet me këtë aromë fantastike tradite. Pa humbur kohë, le të fillojmë nga puna. Këtu kam 1 kilogram me krap pule. I vendosim në tenxhere, duke i shtuar vaj ulliri, pak krip dhe i bëjmë një skuqe. Krahat janë gati, i mbuloj me 1 litër e gjysmë me ujë dhe i zejmë për 10 minuta, pasi krahat zbuten shumë shpejt. Ndërsa në një tas shtuam 1 filxhan të çajit me miell ose 100 gram miell. Shtuam një vezë dhe me vezën do formojmë thërmiat e rosnicave. Dhe këtu është i gjithë sekreti. Rosnicat nuk duhet të jenë të mëdha, por dhe jo shumë të vogla. Duhet jetë një masë mesatare. Duhet mos të ngelet miell në tas, pasi mielli i trash dhe ja humbet atë bukurinë apo lezetin, si i themi ne. Janë pak të lagështa rosnicat, ndaj i shtova pak miell, shumë pak, një plurosje lehtë, që duart mos të ngelen të lagura. Dhe kjo më dukej kaq e vështirë kur e bënte nëna ime. Ja pra, këto janë rosnicat e duhura, as të mëdha, as shumë të vogla. Në këtë mënyrë ato skuqen shumë shpejt. Shtuam në tigan vaj ulliri, por ju mund të shtoni edhe gjalp nëse dëshironi t'i gatuani me gjalp. Në fakt tradita me gjalp e ka. Por kohët që po jetojmë të kujdesemi pak për shëndetin. I bëjmë një skuqe të mirë rosnicave. Të marrin atë fortësinë e duhur. Nëna ime thoshte të bëhen si harë, kur konsumon një rosnicë të skuqur, të ketë atë fortësinë që ka një harë. Mendoj se ky është momenti përfundimtar i skuqjes së rosnicave. Mund ta shtoni salsën mbi rosnica ose t'i largoni rosnicat, i bashkoni me mishin dhe më pas ta skuqni pak salsën. Por edhe në këtë mënyrë unë e kam provuar dhe e njëjta gjë është. I shtuam 3 lugë të gjellës me salcë tomateje, i bashkojmë rosnicat me krahët e pulës. I përziej mirë, shtojmë 2 gjethe dafine, 1 lugë të çajit me krip, pak piper të zi. Nuk do ta ngarkoj më me erëza, por do ta lë të ziejnë për 15-20 minuta, sa ta shikoni që masa është kthyer kremoze dhe në fund të zjerjes unë i shtoj pak rigon. Pasi i kam lënë të pushojnë për 15 minuta dhe ja reo që e nuati aromën e mirë të rosnicave. Është shumë i lumtur dhe i pëlqen shumë. Të dashur miq, kjo ishte receta e rosnicave me krap pule për sot. Një shije që nuk vdes kurrë. Provojeni dhe më tregoni në komente se si ju doli. Me dashuri nga kuzhina ime.